Në konferencën e sotme për media, Ministri i Punëve të Brendshme Pançi Toshkovski tha se deri më tani në hetim janë përfshirë 26 persona, por ky numër nuk do të jetë përfundimtar. Ai dha informacione se edhe shefat e policisë kanë gisht në tragjedinë e Koçanit. Deri më tani janë të dyshuar 26 persona dhe lista e të dyshuarve nuk është e mbyllur. Një numër i madh i personave janë të përfshirë në hetim, tha Toshkovski. Toshkovski tha se deri më tani 18 persona janë caktuar në paraburgim, ndërsa 7 do të sillen para gjykatësit në procedurë paraprake, plus një person tjetër që është një nga udhëheqësit për momentin në Ministrinë e Ekonomisë. Me nënshkrimin e dokumenteve për dhënien e pëlqimit pozitiv kanë mundsuar që kabareja të marrë leje për të vepruar dhe pse nuk i plotson kushtet. Të dyshuarit kanë shkaktuar rrezik të konsiderueshëm për punimet dhe njerëzit duke lejuar që kabareja të funksionojë në kushte nën standarde. Ata konstatuan se kabareja plotson kërkesat për mbrojtjen e rendit dhe trafikut publik. Ata miratuan dhe nënshkruan një njoftim për Ministrinë e Ekonomisë ku konstatonin se kabareja plotson kushtet ligjore, pavarësisht se nuk kanë kryer kontroll. Ata kanë përgatitur një telegram në të cilin nuk kanë dhënë informata të sakta dhe të plota, se ka pasur raportime për shqetësime në afërsitë e kabares, tha Toshkovski.